Në përvjetorin e 24 të vdekjes, sot në vendlindjen e tij në Sërmnov, u përkujtua jeta dhe vepra e dëshmorit Avni Elmazi. Familjar, bashkëveprimtar dhe bashkëvendas të tij bën homazhin në varin e tij dhe dy dëshmorëve të tjerë të fshatit Sërmnov, Naser Veliu dhe Ismail Mehmedit. Homazhet u organizuan nga Këshilli Organizativ për shënimin e 25 vjetorit të vdekjes së dëshmorit Avni Elmazi, përvjetor ky që do të mbahet më 12 shtator të vitit që vjen. Kryetari i Këshillit Organizativ Gzim Selimi njoftoi që për 25 vjetorin e rënies, Këshilli Organizativ ka filluar aktivitet një vit para kohe, duke dashur që të arrihet në kohë të grumbullohen të gjitha fotografitë, shënimet, dëshmitë dhe materialet e tjera që lidhen me jetën dhe veprën e dëshmorit, me qëllim që në mënyrë më dinjitoze të shënohet manifestimi përkujtimor për dëshmorin Avni Elmazi. Bashkëvendasi dhe bashkëveprimtari i Avniut, Luan Veliu, deklaroi që Avniu ishte mësuesi nxënësve, por ishte edhe mësuesi i ynë atë botë i gjeneratës së re. Në emër të familjarëve, falënderim ndaj Këshillit Organizativ dhe pjesëmarrësit në homazhe bëri biri dëshmorit Ganimet Elmazi, i cili shpreu mirënjohje për iniciativën e ndërmarrë nga bashkëveprimtarët e prindit të tij për organizimin e Akademisë Përkujtimore në 25 vjetorin e rënies së dëshmorit Avni Elmazi. Avni Elmazi lindi në fshatin Sërmnov, komuna e Gostivarit, rrjedh nga një familje e ngritur dhe me mendje patriotike. Si nxënës shembullor dhe me sjelljen që kishte, qysh atë botë u inkuadruan organizatat e para ilegale që vepronin në atë kohë në Gostivar për të vazhduar në zgjerimin e radhëve edhe në qytete të tjera në Maqedoni dhe më pas duke krijuar zinxhir gjithëpërfshirës me Kosovën dhe viset e saj nën Jugosllavinë atëhershme dhe diasporës shqiptare. Avniu punoi në një kohë të shkurtër si mësues, i pathyeshëm dhe guximtar. Në vitet e 70-ta ra në konflikt me një fshat të tërë të banuar me Maqedonas, të cilët pas një pretekst e sulmuan me armë zjarri dhe me gjithçka që kishin pas në duar. Avniu me këtë rast nuk u dorëzua, por lëndoi një numër të madh të tyre, ndërsa dy prej tyre nga lëndimet e marra më pas ndërruan edhe jetë. Ai nuk u aratis, por u kthye në shtëpinë e tij dhe dëshmoi se nuk bëri krim, por vetëm mbrojti kokën dhe tokën shqiptare. Për ngjarjen e ndodhur, Avniu dënohet me 12 vite burg dhe dënimin e vuajti në burgun famkeq të Idrizovas. Me të dalë nga burgu, filloi aktivitetin me shokët që e prisnin. Demokracinë ai e deshi, andaj që në ditët e para të ardhjes së sistemit pluralist, ai aktivizohet i pari si në subjekte politike, ashtu edhe në shoqata humanitare dhe organizata të tjera për të drejtat e njerëzit. Për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike, më pas detyrohet të ndalet për punë fizike në Itali. Nuk zgjati gjatë dhe më 12 shtator të vitit 1992, ai në rrethana të panjohura gjendet i vdekur në vendin e punës në Norçe të Italisë. Dyshimet rreth vdekjes së tij ishin të mëdha dhe vërteta asnjëherë nuk u arrit të zbardhet. Si atëherë dhe sot, faktet flasin se vrasja e tij ka qenë vepër e ish shërbimeve jugoslave, me qëllim që misioni i tij Adedashës të ndërpritet një ditë më parë. Pa ndonjë raport të veçantë, mjeku ligjor sillet në vendlindjen e tij në Sërmnov dhe në praninë e miravetave të ardhur nga të gjitha viset shqiptare dhe të diasporës u bë ceremonia e varrimit.